Sepse kjo që duhet i hap vendin këtij, futi 2 ose 3 tjetër trajneri, gjej skemën që ti marrësh maksimumin tyve. Për shtat janë Ori, ma me që i thonë Ancelotit, ku do e fusësh dhe Mbappén edhe Jude Bellingham? Futi të dy. I futi të dy. Trajneri duhet gjej një zgjidhje para që ekipi të fitoje. Do thonë dhe ai vetë fitoj. Kjo është e para. A fitohet me lojtarët më të mirë ama, me lojtarët më në formë? Fitohet, normal fitohet. Ose në teorikisht fitohet. Në teori po flasim ne, në Paris. E dyta është që përshtatja ndodh gjithmonë nga ke lojtarët ke trajneri, por duhet një trajner shumë i mirë, që sepse këto lojtarët që kemi ne luajnë nëpër klube të mira, nuk luajnë nëpër klube. Dhe trajnerat që i drejtojnë kanë trajnera shumë të mirë nëpër ekipe. Dhe ato janë gjendje të gjykojnë se çfarë trajneri kanë, ke ekipi kombëtar. Dhe ideja është që këto të përshtatet me trajnerin. Megjithatë, ndodh shpesh herë që në ekip kombëtar duhet përshtatet edhe trajneri me lojtarët, sepse është kohë shumë e shkurtër. Pra, nuk është si klub futbolli që ti bën. Quhet seleksionator, nuk quhet trajner. Quhet seleksionator. Dhe ti ke kohën e shkurtër për të punuar me skuadrën. Dhe tani ndodh kjo që përshtatja duhet të jetë të dy anshme. Nuk ishte momentin e dur që ai të afrojë me Muçin në mungesë të Manait, Dakut. Muçi nga tjetër lojtari më në formë. Nuk mund ta kishte këtë trajneri këtë momentin që unë t'i japni këtë shansin, këtë dialoshi. Ka momentin që unë ta afroj, ta fitoj si lojtar. E diku nuk ka pëlqyer. Se jo mos më nderoj aty. Po duhet i besojmë Bajramit. Nuk ka pëlqyer, më fal. Nuk më ka pëlqyer momenti kur kanë qenë ndeshje miqësore dhe ky ka fut po prap lojtar të formacionit. Një të gjë do bëj dhe nesër. Në një ndeshje miqësore ti duhet provosh se s'bon. Edhe si shkojnë si çifte, Unë po shih jam mbrëm për shembull Kolumbin me Francën që luanin në Orlando. Ai e luajti pjesën e parë gjithë me lojtarët. Ata të rinj në thoj sa. Ata janë kandidat. Unë nuk e di kush do jetë ajo skuadër që do mundi Francën, pse se ka ja 6 sulmues që nuk e di. Mbappé, Olise, Stol. Mbappé, Olise e Ekitike Stol, Rabiot jashtë fare. Dhe ai fut lojtarët dhe eksperimenton, sepse po përgatitet për botrorin. Unë kam qenë kurios ke Muçi që pse nuk e ka fut, sidomos edhe kur e kanë kërkuar dhe njerëzit, sepse kur ta kërkon opinioni, duhet. Muçi nuk është grumbulluar, por atë kohë ai ka qenë në luati, nuk ka pasur të statistika dhe ne nuk kemi pasur ndeshjes. Nuk ta grumbullonte, ku ta grumbullonte në shtëpi ta mbante. Puna është tani që Muçi është në momentin më të mirë, pse nuk jep momentin tani? Jo, problemi diskutimi Muçit ka janë 6 muaj që dëgjohet. Po trajneri nuk ka pasur fajtu sepse ku ta grumbullojnë, nuk kemi pasur ndeshje. Një sekond. Puna është tani. Nuk kemi pasur ndeshje. Ardi, sa kush është ndryshimi kur njerëzit thrasin emrin tënd kur luan Kombëtarja dhe njerëzit thrasin tënd kur luan Trabzonspor. Pra cili është ndryshimi? Sepse e di pse e them këtë, e them që nga koha e Edi Rejës, kur kemi qenë në Wembley atëherë, kur u rafëm, kur u mundëm kthea 5-0, s'dishim ku të fusim kokën në tribunën e shtypit. Dhe gjithë rrisin emrin e Brojës, ai Broja në kohë nuk e futi fare, e la Broja ka pa ndeshjen në tribunë. Broja në atë kohë ishte në kulmin e formës të tij. Ndërkohë sot ke një lojtar tjetër që është në kulmin e formës të tij dhe gjithë ne